Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve 21 minuta. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij triditore në Hag në procesin kundër ish krerëve të UÇK-s. Rubin përsëriti se struktura e ushtrisë qeverimtare të Kosovës nuk ka qenë në vijën vertikale të raportimit dhe se më shumë ka funksionuar në mënyrë grupore. Rubin ka sqaruar edhe pretendimet për kërcënimet mes delegacionit shqiptar gjatë procesit të Rambujës. Trupi gjykues e nisi pyetje drejtuar James Rubinit, duke lëshuar një pjesë të një dokumentari të vitit 2000 nga BBC-a, ku ish sekretarja shtetit amerikan Madeleine Albright i referohet thaqit si lider, ndërsa vetë Rubin ka deklaruar se lideri i UÇK-s ishte Adem Demaçi. Në përgjigjen e tij, Rubin tha se Demaçi ishte një person me status të lartë në Kosovë, i cili krahasohej me Nelson Mandelën, ndërsa ka përmirësuar gjykatësin sa i përket deklaratës së Albrightit. Këtë punë bëjnë sekretarët e shtetit sikurse bëj dhe unë. Ajo e krahasoi me Gary Adams, një lider që drejtoi kombin drejt lirisë. E donim që ai të kthehej një udhëheqës i një kombi, që me shpresë do të ishte i lirë. Po ju korrigjoj, ajo tha një drejtues të një grupi, një drejtues i një delegacioni që ishte zgjedhur nga delegacioni shqiptar. Ai ishte një prej, kishte një pozicion udhëheqës, edhe nëse ka thënë udhëheqës i delegacionit, kjo është e saktë. Unë e dëgjova që tha një drejtues. Në këtë pjesë të dëshmisë së tij, trupi gjykues ka pyetur James Rubinin nëse ishte në dieni se Thaçi kishte kërcënuar anëtarë të delegacionit të Kosovës në Rambuje, që nuk ishin pjesë e UÇK-s, të cilët ishin për nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujës, pasi paraprakisht u shfaq një video ku shiheshin Veton Surroi dhe Dugaxhin Gorani duke folur në një dokumentar, të cilët citonin Thaçin duke thënë se kushdo që e nënshkruan atë do të konsiderohet si armik i kombit. Në këtë kuptim, Rubin tha se duhet të dallohen kërcënimet fizike me ato morale, duke thënë se edhe Thaçi ka qenë i kërcënuar nga Albrighti. Fizik, por e di Ta ndajmë pak kërcënimin fizik nga i moral. Jo, nuk kam qenë në dieni të ketë pasur kërcënim fizik, por e di që ka pas presion ideologjik, pro ose kundër pavarësisë, sepse kjo ishte kryesore për lëvizjen gjatë luftës. Kështu që edhe Madeleine Albright e ka kërcënuar Hashim Thaçin, e ka kërcënuar dhe i ka thënë se po nuk nënshkrove, po i lën njerëzit të pambrojtur nga serbët dhe sigurisht dëgjova që është kërcënuar edhe zoti Demaçi. Tutje Rubin në dëshminë e tij duke folur për strukturën e UÇK-s, tha se UÇK-ja më shumë kishte grupe, klane, por jo një strukturë ushtarake. Rubin ka vlerësuar se komunikatat që lëshoheshin nga UÇK-ja bëheshin në përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme se sa që ishte. Kam lexuar shpesh komunikatat të UÇK-s, por me dukeshin si përpjekje për të bërë UÇK-n më të rëndësishme se ç'ishte. Për mua ishin thjesht manipulime. Në realitet. Më pas pyetjet e ish ndihmësekretarit amerikan të shtetit James Rubin, i ka vazhduar mbrojtja e ish presidentit Thaçi, e cila ka kërkuar të sqarohet edhe një herë fjala tradhtar, të cilin Rubin e kishte përdorur në fillim të dëshmisë së tij. Rubin tha se ky moment që ishte përshkruar të një artikulli i tij, i cili ishte përkthyer më pas në shqip, e më pas ishte bërë pjesë e një libri, edhe mund të ketë ndryshuar fjalët. Nuk imagjinoj që do ta ketë quajtur veten tradhtar, por unë po përpiqesha të bëja një përmbledhje të asaj çështje. Fjala që kam zgjedhur bazohej në vlerësimin që kam bërë. Megjithatë, e di se ai ishte në presion të madh. James Rubin ka sqaruar edhe vizitën e senatorit Doll në Kosovë dhe takimin e tij me Adem Demaçin, duke thënë se gjithë administrata amerikane po bënte përpjekje që delegacioni i UÇK-s të pranonte marrëveshjen. Ndërsa ka ripërsëritur dhe është pajtuar se ish presidenti Thaçi nuk ka qenë asnjë lloj komandanti kryesor i UÇK-s. Ish ndihmësekretari amerikan i shtetit James Rubin, në përfundim të dëshmisë së tij, tha se ndjehej i privilegjuar që të jepte dëshmi në këtë proces. Pas përfundimit të dëshmisë së ish ndihmësekretarit amerikan të shtetit James Rubin, në gjykimin ndaj ish krerëve të UÇK-s, ka filluar dëshminë juristi i së drejtës ndërkombëtare Paul Williams, i cili në atë kohë ishte këshilltar ligjor i ekipit të Kosovës në Rambuje.
Pas përfundimit të dëshmisë së ish ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Rubin në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s ka filluar dëshmi një juristi i së drejtës ndërkombëtare Paul Williams, i cili ishte këshilltar ligjor pa pagesë për delegacionin shqiptar në Rambuje. Williams tha se delegacioni kosovar në Rambuje i kishte dhënë mbështetje tribunalit penal ndërkombëtar për ish Jugosllavin, duke ditur se kjo mund të përfshijë edhe hetime potenciale ndaj anëtarëve të UÇK-s. Ai foli edhe për autoritetin e ish presidentit Thaçi në negociatat e Rambujes. Mbrojtja ish presidentit Hashim Thaçi tha se dëshmitari Paul Williams ishte këshilltar ligjor pa pagesë për delegacionin shqiptar në Rambuje. Avokati Mishetić theksoi se dëshmitari do të flasë për njohuritë e tij lidhur me autoritetin e Thaçit për nënshkrimin e marrëveshjes në Rambuje. Konstatimet dhe përshtypjet që ka krijuar ai nga këto komunikime, të cilat e ndihmuan për të dalë në përfundim, se Thaçi nuk e kishte autoritetin për të nënshkruar marrëveshjen e Rambujes dhe se i duhej miratimi i komandantëve të zonave për të bërë këtë. Në nisje të dëshmisë së tij, Paul Williams tha se për të përfaqësuar delegacionin kosovar në Rambuje ishte ftuar nga Bujar Bukoshi me kërkesë të Ibrahim Rugovës, ndërsa shtoi se ka punuar në mënyrë intenzive me anëtarët e delegacionit kosovar gjatë bisedimeve në Rambuje, si dhe me anëtarë të diasporës kosovare gjatë përgatitjeve të këtyre bisedimeve. Sa i takon Rambujes, më është kërkuar që të përpiloj përgatesë gjuhën e cila të ishte sa më gjithëpërfshirëse për të u siguruar që Tribunali Penal për ish Jugosllavin të ishte në gjendje që të kishte të gjitha kompetencat e veta për të zbatuar mandatin e tij. Tutje Williams foli se si palja kosovare gjatë bisedimeve në Rambuje i dha mbështetje Tribunalit Penal ndërkombëtar për ish Jugoslavin, duke e ditur se mund të ketë hetime potenciale ndaj anëtarëve të UÇK-s, ndërsa ish presidenti Hashim Thaçi kishte thënë se ky është interes edhe i Kosovës. Ai theksoi se delegacioni kosovar në Rambuje kishte bërë propozime për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës. Tutje në dëshminë e tij, Paul Williams foli edhe për kërcënimet e pretenduara që ish presidenti Thaçi ua kishte bërë atyre që ishin për nënshkrimin e marrëveshjes së Rambujes. Asnjëherë, Veton Surroi nuk me ka thënë asnjëherë dhe nuk me ka lënë të kuptoj në asnjë mënyrë, ose nuk me ka shfaqur asnjë sjellje që do të më bënte mua që të besoj se ai ishte i kërcënuar nga Hashim Thaçi apo nga dikush tjetër nga delegacioni shqiptar i Kosovës. Ish këshilltari ligjor i delegacionit kosovar në Rambuje, Paul Williams, vuri në pa autoritetin që kishte Thaçi mbi negociatat në Rambuje, duke thënë se Thaçi aty ishte vetëm përfaqësuesi të tjerëve. Baza për këtë përfundim janë disa faktorë. Bisedime të shumta përmes thirrjeve telefonike që realizonte Hashim Thaçi me persona jashtë kështjellës. Telefoni i tij binte në mënyrë të vazhdueshme që shpesh atij u duhej ose të dilte jashtë ose të shkonte në një cep të dhomës. Sipas dëshmitarit, edhe nga gjestet që bënte Hashim Thaçi, vërehej se nuk kishte kontroll gjatë negociatave në Rambuje. Unë mendoj që ai përfaqësonte interesa nga jashtë dhe këto interesa kishin kontroll mbi autoritetin ose sjelljen e tij gjatë negociatave. Ai foli edhe për presionin që kishte Thaçi nga komandantët e zonave dhe presionin ideologjik që kishte nga Demdemaçi dhe vizitën që ja kishte bërë Thaçi atij në Sloveni. Gjatë kohës që delegacioni kosovar ishte në Rambuje dhe kishte progres, kishte trysni nga jashtë nga komandantët lokal, por gjithashtu kishte presion ideologjik, por edhe kulturor prej Adem Demaçit, i cili po pengonte progresin e këtyre negociatave dhe po cenonte lëvizjen për realizimin e kësaj marrëveshjeje. Prandaj duhej trajtuar ky aspekt. Ish këshilltari ligjor i delegacionit kosovar në Rambuje theksoi se problemi i Adem Demaçit ishte çështja e pavarësisë së Kosovës, të cilën Demaçi e donte me çdo kusht si pjesë të marrëveshjes. Ndryshe, dëshmia e Paul Williams, ish këshilltar ligjor i delegacionit kosovar në Rambuje, pritet të vazhdojë edhe të ejtën. Dëshmi për kohën e luftës sjell edhe fotoreporteri danez Thomas Sjorup, por në një format ndryshe, përmes një regjistri vizual të përmbledhur në librin e tij Kosova në luftë. Autori i librit tregoi se ishte dëshmitar i shumë ngjarjeve jo të këndshme gjatë konfliktit në Kosovë, të cilet ai dokumentoi përmes punës së tij, duke kapur dëshmi të guximit, humbjes dhe qëndresës, siç e përshkruan ai.
Shpresa ime është që Kosova në luftë të jetë më shumë se një koleksion fotografish. Po ashtu, shpresa ime është që të jetë një dëshmi dhe një regjistër vizual i guximit, humbjes dhe qëndresës. Çdo imazh tregon një histori të njerëzve të zakonshëm të kapur në kohë të jashtëzakonshme. Kur më rrita për herë të parë në Kosovë gjatë konfliktit, kam qenë dëshmitar i skenave të vështira, por gjithashtu kam parë shpresë dhe dinjitet dhe shpirtin e pathyeshëm të popullit të Kosovës që më mirëpritën në jetën e tyre. Këto fotografi synojnë të nderojnë atë shpirt dhe të ruajnë për brezat që do të vinë. Fotoreporteri danez shfaqi dëshiren që ky libër të shërbejë jo vetëm si një kujtesë e së shkuarës, por edhe si një urë për mirëkuptim dhe paqe. Ai mund të frymëzojë dialog, ndjeshmëri dhe përkushtim kolektiv për të siguruar që një vuajtje e tillë të mos përsëritet kurrë. Ndërsa drejtoresha e Institutit të Historisë Teuta Shala shprehu kënaqësinë për promovimin e këtij libri, nga që siç tha, dëshmon historinë e popullit shqiptar në Kosovë. Sot kemi nderin dhe jemi së bashku në këtë promovim të rëndësishëm të librit i cili përfaqëson ka luftën e fundit në Kosovë dhe për të reporterit danez studiuesit Thomas, i cili përmes artit dhe guximit të tij profesional ka sjellë një dëshmi të gjatë të historisë sonë më të re. Ky promovim i organizuar nga Instituti i Historisë Ali Hadri në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës është një dëshmi e kujdesit tonë institucional për të ruajtur dhe prezantuar para opinionit ndërkombëtar të vërtetën për Kosovën. Gjatë këtij viti, Serov mori medaljen presidenciale të meritës nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, për të cilën ai ndjehet thellësisht i nderuar dhe ndan atë me çdo shqiptar të Kosovës që i hapi shtëpinë dhe zemrën dhe i treguan historitë e tyre. Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar bisedë telefonike me diplomatin amerikan Brendan Hanrahan. Përmes një postimi në rrjetin social X, Osmani tha se me diplomatin amerikan bisedoi për rëndësinë e ruajtjes së aleancës me SBA-n. Ai u ka theksuar se aleanca e fortë me SBA-n ka qenë gjithmonë dobi të popullit ton, sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe integrimit euroatlantik. Osmani tutje ka premtuar se si presidente do të angazhohet me administratën e presidentit Trump për të ruajtur dhe mbrojtur aleancën tonë bazuar në besimin dhe bashkëpunimin e ndërsjell. Kujtojmë që ditë më parë SBA-ja pezulloi dialogun strategjik me Kosovën. Partitë ish opozitare PDK-LDK e AK nuk kanë komentuar për mbajtjen e takimit të përbashkët të Memli Krasniqit, Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinajt në ambasadën e SBA-s në Prishtinë, pas vendimit për pezullim të dialogut strategjik me Kosovën. Zyrtarët këtyre partive thonë se janë në kontakt rregullt me amerikanët dhe të ngarkuarën me punë ambasadën e SBA-s në Kosovë Anu Pratipati. Sipas ish opozitarëve, amerikanët dëshirojnë një partner tjetër strategjik në Kosovë, mirëpo kur u pyetën nëse ka pasur ndonjë kërkesë apo shtytje që këto parti të bashkërendohen për formimin e një koalicioni të ardhshëm qeverisës nëse vetëvendosja dështon të krijojë një shumicë të re parlamentare, thonë se ende nuk ka arritur një momentum i tillë. Sekretarja e përgjithshme e PDK-s, Vlora Qitaku, konfirmon se janë kontakt dhe bashkëbisedim të vazhdueshëm me ambasadën e Shteteve të Bashkuara, por edhe me përfaqësues të lartë të SBA-s në Washington, ndërsa akuzon Kurtin për prishje të raporteve me SBA-n. Unë mund t'ju konfirmoj vetëm që Partia Demokratike e Kosovës është në kontakte dhe në bashkëbisedim të vazhdueshëm me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Prishtinë, por edhe me përfaqësues tjerë të lartë të SBA-s në Washington. Nuk jemi ende në një momentum të tillë. Ne kemi ditur që nga dita e parë që zoti Kurti nuk e ka shumicën parlamentare, për atë ne kemi insistuar qysh me 10 shkurt që ish opozita të bashkohet dhe të unifikohet. Kjo jo një unifikim inatësor, por thjesht për ta larguar Kosovën nga pellgu në të cilin po e fundos zoti.
Edhe deputeti i LDK-s Krenar Gjaferi flet për takimet rregullta me zyrtar amerikan, derisa thekson se SBA-ja po dëshiron një partner tjetër strategjik në Kosovë. Është shqetësuese kur shohim deklaratat edhe të ambasadës amerikane në lidhje me qeverinë aktuale, pra dojnë një partner tjetër strategjik e realisht për interesat të vendit tonë. Kjo është shqetësuese për ne si LDK dhe për popullin e Kosovës. Unë kujtoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm pikërisht zoti Kurti dhe qeveria në relacion me partnerin ton strategjik, sepse këto relacione janë ruajtur dhe këto relacione kanë sjellë edhe frytet ku ne sot i gëzojmë. Këto takime janë të rregullta për LDK-n, pra ne marrim takime të rregullta me ambasadën amerikane dhe me State Departamentin amerikan. Normalisht që po të kishte relacione të mira sot zoti Kurti, normalisht do të kishim pas edhe një trysni të madhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe shteteve europiane në drejtim edhe të konstituimit të kuvendit. Ndërsa deputeti tjetër Lahi Ibrahimaj shpreh gatishmërinë për bashkëqeverisje me PDK-n dhe LDK-n pa kurfar kushtëzimi, vetëm që të largojnë nga pushteti Albin Kurtin. Aleatët tonë edhe Shtetet Bashkimit Evropian, në këtë rast edhe Amerika dëshiron të dëgjojë edhe partitë opozitare, fillimisht të marrin mendime se a shndrojnë apo janë në njëjtën linje me tonë që po bën zoti Kurti, do të afronte mundësinë, po asnjë lloj kompromisi nuk do të kërkonte apo një dakord për një bashkëqeverisje mes partive opozitare, vetëm se ky njeri që është anti-Kosovë fillimisht dhe anti-amerikan të largohet nga udhëheqja. Kështu që Aleanca e ka dhënë dhe e ka dëshmuar se është e gatshme për një bashkëqeverisje, vetëm që zoti Kurti të mos jetë. Reagimi i SBA-s për pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën erdhi në kohën kur Kurti adresoi një varg kritikash ndaj gjykatës kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit Kosovës, ndërsa qeveria në detyrë ka mbyllur disa struktura paralele serbe në Kosovë, për çka të shtunën e kaluar ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Suspendimi i 4 policëve të njësi speciale nga Policia e Kosovës për shkak të, siç është thënë, një shakaje me kryeparlamentarin Dimali Basha në një grup të mbyllur ngjalli val reagimesh. Inspektorati policor bëri të ditur se nuk ka bërë ndonjë rekomandim për suspendim për këtë rast. Në qarqet analitike, rasti po cilësohet si ndërhyrje politike në institucionin e policisë. Edhe një ditë pas raportimit për suspendimin e 4 policëve të njësisë speciale për shkak të, siç u tha, shakas me kryeparlamentarin Basha në një grup të brendshëm, Policia e Kosovës vazhdon të jetë e heshtur. Lidhur me rastin e suspendimit e 4 policëve, Radio Televizioni 21 i u drejtua Policisë së Kosovës për të konfirmuar rastin dhe po ashtu për të kuptuar se cila ishte arsyeja, por deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Sami Hoti, Sedat Ramadani, Albert Kuqi dhe Artan Krasniqi janë policët për të cilët u raportua se u suspenduan. Avokatja e policit Sami Hoti, Arbenita Aliu, tha shkurtimisht për Radio Televizioni 21 se klienti i saj, polici Hoti, është suspenduar nga detyra për 3 ditë, por nuk dha detaje të tjera. Por një ditë më parë në një postim në Facebook, ajo kishte thënë se ky është rreshteri Sami Hoti, që për një bisedë private mes miq kuptohet bisedë me satir, së bashku me 3 policë të tjerë suspendohet vetëm që në satirën e tyre lakohet emri i kryekuvendarit Dimal Basha. Sindikata e Policisë së Kosovës ndërkaq tha për Radio Televizioni 21 se janë në dijeni të rastit dhe janë të bindur në pafajësinë e policëve të suspenduar. Ne po ndjekim nga afër procesin që është duke u zhvilluar ndaj 4 zyrtarëve policor, të cilët aktualisht janë suspenduar nga detyra. Sindikata e Policisë e Kosovës shpreh bindjen e saj të plotë në pafajësinë dhe profesionalizmin e këtyre zyrtarëve dhe beson se pas përfundimit të kësaj periudhe të suspendimit, ata do të i kthehen detyrave të tyre. Inspektorati policor ndërkaq bëri të ditur për Radio Televizioni 21 se suspendimi i policëve në fjalë u bë pa rekomandim të tyre. Duke ju referuar kërkesës suaj, IPK ju njofton se nuk ka bërë ndonjë rekomandim për suspendim për këtë rast.
Një shaka në një grup të brendshëm mes shokëve nuk mund të jetë bazë për suspendim, thot ish zëvendës ministri punëve të brendshme Valdet Hoxha. Sipas tij, në rast se vërtetohet kjo arsye suspendimit, atëherë vjen në pa tendencat për politizim të policisë së Kosovës. Fakti që dhe IPK deklaroi që nuk ka rekomanduar suspendimin e tyre, po besoj që ka një ngutje të policisë Republikës Kosovës, ka një jo transparencë në këtë rast, dhe po besoj që më zbuti thënë ky vendim është në shkelje të drejta dhe lirive të njerëzit, po besoj mund të jetë edhe shkelje ligjore nëse trajtohet me seriozitetin e duhur dhe në mënyrë meritore ky rast. Në qoftë se vërtetohet që ky suspendim është vetëm si një derivat i një shakaje të një grupi shoksh brenda, atëherë po besoj që ka tendenca të politizimit dhe të heshtjes së fjalës së lirë. Se në këtë rast ka pasur ndërhyrje politike, e thot edhe eksperti i sigurisë Drizan Shala. Sipas tij, institucioni i policisë nuk duhet të bie prej ndikimeve të tilla. Në fazën preliminare janë të suspenduar në lidhur me një shakojë që është bërë në një grup të mbyllur, por për të cilën tani më do të vërtetohet në procedurë të brendshme hetimore apo disciplinare, që nuk ka të bëjë fare me një gjë të tillë dhe do të rikthehen në detyrën e tyre zyrtar policor. Por çka shqetësues është fakti që policia e Kosovës nuk do duhet në asnjë formë, në asnjë rrethon të bi prej ndonjë presioni të jashtëm, në sens se është një mekanizëm i cili ka kapacitetet e saj të vetë kontrollit dhe asesi mos ndikojë në diktatin i bërë nga ndonjë frakcion apo element politik. Lidhur me rastin, Radio Televizioni 21 ka kontaktuar edhe me vetë policët e suspenduar, por të njëjtit nuk kanë dashur të deklarohen për këtë çështje. Ndjekim tani kronikat nga aktivitetet elektorale të kandidatëve të partive politike për kryetar komunash. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës së Vushtrës Xhafer Tahiri, në një takim me qytetarët e lagjës Pandeli Sotiri dhe me përfaqësues biznesesh, premtoi zhvillim modern urban për këtë zonë. Ai theksoi se ka në plan të kompenzojë humbjet që kanë mësuar bizneset për shkak të punimeve të paorganizuara komunale. S'po them asnjë fjalë për këtë lagje, sepse ju e shihni vetë çdo ditë. 14 lokale të mbyllura, gati 100 vende punde të shuara, qindra mijëra euro humbje të bizneseve, zero kompensime dënimit nga komuna. Krejt këto për shkak të punëve jo kualitative, të paplanifikuara mirë nga komuna. Në planin ton për 4 vitet e ardhshme do të kompensojmë dëmet e bizneseve, do të bëjmë rregullimin modern urban të kësaj lagje, e rruga nga Pandeli Sotiri do të riemërtohet në rrugën Erzan Hyseni. Zgjedhjet komunale për vitin 2025 do të mbahen me 12 tetor. Kandidatja për kryetare të Prishtinës nga Partia Social-Demokrate Besa Shahini vuri në pa trafikun urban, duke theksuar nevojat për investim në trafikun urban si një nga ndërmarrjet më të rëndësishme në kryeqytet. Biseduam për planin ton, për një flotë më të madhe autobusësh për trafikun urban dhe të shtohen minibus për lagjet me rrugë të ngushta, si dhe për transportin shkollor. Vizituam objektin që urgjentisht duhet rinovohet dhe biseduam për përmirësimin e kushteve të punonjësve, përfshirë edhe rritjen e pagave. Besa Shahini e Partisë Social-Demokrate po ashtu tha se ndërmarrjet publike janë thelbësore për ofrimin e shërbimeve qytetare. Andaj duhet të mbështeten dhe të zhvillohen, jo të shndrohen në fushbeteja partijake. Kryetari i nismes social-demokrate Fatmir Limaj bashkë me kryetarin e degës së Drenasit Naim Gjoshi, bartësin e listës Liman Krasniqin, kandidatet për kuvendin komunal dhe shtabin zgjedhor në Drenas. Bashkë biseduan për shqetësimet dhe nevojën për ndryshim në komunën e Drenasit. Qytetarët e Drenasit kanë rastin të kenë në kuvendin komunal njerëz që marrin përgjegjësi, intelektual që qeverisjen në Drenas ja kthejnë qytetarit, gra që ngritin zërin për nënat, motrat dhe vajzat, të rinj që kthejnë dinjitetin e arsimit, sportit e kulturës.
Fatmir Limaj fushatën e ka vazhduar edhe në fshatin Komugllav të Ferizajt, ku së bashku me kryetarin e degës së nismes social-demokrate, Nehat Mustafa, prezantuan programin për Ferizajn. Ferizaj ka nevojë për njerëz guximshëm, që qeverisin me qytetarin dhe për qytetarin. Lista e udhëhequr nga zotri Mustafa përfaqëson të gjithë kategoritë e shoqërisë, ajo që do të jetë garanci për vepra të mëdha dhe për kthimin e dinjitetit për të gjitha kategoritë. Elena Pasdore. Në këtë dobim u theksua se mbështetja për listat e nismes social-demokrate për kuvendin komunal po rritet çdo ditë, ndërsa qytetarët e kësaj ane po e përkrahin rrugtimin politik me entuziazëm e besim. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.